S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Mirë se keni ardhur te festimi i ICF-s. Banda ishte çik siklet, se s'punonte i kabull atje dhe nuk vinte ajo muzika siç duhet. Por e pash që ishte shumë qeve dhe kështu, unplug. Kështu që ku është Arbiona edhe gjithë grupi çunat, ju duam shumë. Faleminderit që na shërbeni edhe na kujtoni se sa i mirë është Zoti nëpërmjet këngës. Ju kemi shumë gjan dhe juve që si shohim atje online, ku natën e pash. Të përshëndes Eri që je në Londër, edhe kush ishte një tjetër në Lushnja, ishte një tjetër, kështu që po shikoja nga ishit, edhe për ne ka shumë rëndësi sepse lutemi specifikisht për ju, që i do e vlerësoja nëse do e shkruan te komente. Jam nga filan vend, është shumë qef. Kështu që është, shiko, një përshëndetje të veçantë e ty që ka për të parë. E di pse ka shumë rëndësi. Shiko, ne jemi te kjo. Kemi një si moto këtë javë, ne të shtëpisë kemi një si moto, edhe mota jonë është kush është afër teje, por është larg Perëndis, edhe kemi qenë duke ftuar të afërmit, shokët, miq që janë afër nesh, të vinë për të parë kishën tonë këtu ku jemi ne. Sa qef javës kaluar ishin 8 persona, sot janë 7 persona, që doja ndërdokitje për 7 personat e ri që janë këtu. Edhe uroj shumë që do ndjehesh si në shtëpi, sepse ne gjithkohës mendojmë që do na vi një vizitor, do na vishti, edhe sigurohemi që ti ta kuptosh, ta përjetosh e ta shijosh këtë gjën që bëjmë ne këtu. Shiko, dua dhe i dordokitje, si u bë sot me kështu, si natë falënderimi u bë, sepse ke parasysh ku Bora u lut për ato kalamajt, kur shkojnë kalamajt dhe para adoleshentët që duke sigur ikim mbrapa asaj derës, e duke sigur i hoqëm qafe që të rrim rahat ne. Në fakt, atje ku shkojnë ata, nuk është për t'i largu këte nga ne që të rrim në të qetë. Sepse gocat edhe çunat atje sigurohen që të bëjnë diçka të bukur, që ato, si thot shkrimi, mësoj fëmijës rrugën që duhet ndjek dhe s'do të largohet edhe kur t'jetë plakur. Kështu që në doja ndërdokitje për kë? Për Fabin, Rebekën, Gjenin, Andi, Joy, Petrina, skuadrat e tyre që shërbejnë në këtë grup moshe. Jemi te pjesa e dytë e serisë që fillum javës shkuar edhe vazhdojmë për disa javë rresht. Edhe seria e quhet Jashtë mase më tepër, edhe do shohim mirë se keni ardhur. Do shohim udhtimin e dishepullit. Kush e ka këtë figurinën e Jezusit vogël? Për të ku kam. Ka që vogël është kjo sa s'pa gjej. Kështu që unë e kam këtu. Shikoj këtë. Edhe kjo është një far simboli vogël për të na kujtuar neve, shiko, është në një far forme. Kjo simbolizon Jezusin, por na simbolizon dhe ne, ndjekësit e Krishtit. Edhe është, për se kam qef ta vej këtu, do predikojmë bashk, jo nuk do me nejtë. Kështu që më mjafton ai Jezusi për vërteti. Kështu që, ajo që kemi parë, shiko, ne jemi quajtur të krishterë që për fillimit, në fillim ishte si nofk, si talje për të krishterët, këto të krishterët ishin ndjekësit e Krishtit në Antioki, për cilë u përbuzën për shkak se ndiqnin Krishtin, por ishte gjë e bukur, që u quajtën të krishterë, krishtet e vegjël. Por gjithsesi emri krishterë është i bukur, por Krishti vetë teknikisht na la një mandat tjetër. Sigur quhemi të krishterë, por kemi dhe një emër tjetër, kush e mamen të porosia e madhe që e lexuam javës kaluar. Hajde shkojmë te porosia e madhe. Mateo 28 e porosia e madhe, ka mundësi që ju e dini përveç gjithave, se është porosia e madhe mo? Është e madhe shumë. Kështu që Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë, shkoni pra dhe bëni çfarë? Yes. Shkoni, bëni dishepull nga gjithë popujt, duke i pagëzuar në emër të Atit, Birit dhe Frymështit. Dhe vargu tjetër, ja si vazhdon, e duke i mësuar të zbatojnë të gjithë gjërat që unë ju kam urdhëruar, edhe premtimi është dhe ja unë, tha Jezusi, do jem me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Kështu që kemi parë që Perëndia ka premtuar, unë mund të bëj shumë, jashtë mase më shumë, edhe në këto udhtim të dishepullit, në këto udhtim të dishepullit për të bërë si mjeshtër, ne kemi synim javë pas jave për zbuluar çka ka Perëndia më shumë. Sa ai ka thënë,
do bëj jashmase më shumë, ne jemi dishepujt e tij, por para se të bëjmë dishepuj, si thot Jezusi, hajde stabilizojmë herë çfarë do të thotë dishepull, edhe pastaj rrugës do jemi duke bërë dishepuj. Kështu që sot do shohim gjërat më bazike që bën një dishepull. Edhe javës tjetër do shtojmë diçka, edhe javës tjetër do jemi duke shtu. Jo hedh miell e hedh ujë. Po do jemi duke shtu bazat e disiplinës si një dishepulli. Sepse kush e mamen, qa bën një dishepull, 3 gjëra bën të një dishepull ndaj një mjeshtri, sepse fjala dishepull përdorej në shumë nivele. Dishepulli qa bën, do kush e mamen? Rrinte me mjeshtrin, kishte qëndrim si mjeshtrit, bënte si mjeshtri. Kishte, kështu që sot do shohim të parën, dishepulli rrinte me mjeshtrin çdo ditë. Çdo ditë. Edhe për ne, di çfarë kuptimi ka? Ne jemi dishepujt e Krishtit, çfarë kuptimi ka? Që ne rrim me mjeshtrin. Kjo ka kuptimin me atë që quhet ndryshe koha e qetë ose koha me Perëndin. Rri me dishepullin me mjeshtrin çdo ditë, si rri një dishepull me mjeshtrin duke kalu kohë me të përdit. Çfarë do thotë është ajo koha e qetë, koha me Perëndin çdo ditë. Edhe shumica për jush do thoni, brenda jush, ju nuk thatë gjë, po e pash që po e thonit. Sa herë kam gjuhën për këtë gjëra, sa herë kam gjuhë për kohën e qetë, sa herë kam gjuhë për kohën me Perëndin, kam gjuhë shumë herë. Shiko, edhe pse shumica prej nesh e di këtë gjë, ama shumica e krishterëve, jo ne, se ne jemi si shpirt, por shumica e krishterëve atje më tanë, e fillojnë kohën me Zotin edhe e lënë. E fillojnë prap, e lënë prap. E fillojnë prap, e lënë prap. Edhe e bën gjithë këtë kohën e kalimit me mjeshtrin, dishepulli me mjeshtrin, e bëjnë on and off. Nga herë është off fik fare. Shiko, sepse janë disa statistika që thonë, 65% e krishterëve e lexojnë Biblën her pas here. E di çfarë thotë her pas here? Shumë rrallë. E për Krishtinë, e për Pashkën. 20% e krishterëve e lexojnë Biblën një herë në javë, por vetëm 10% e krishterëve e lexojnë Biblën çdo ditë. Vetëm 10% e dishepujve rrin me mjeshtrin çdo ditë. Kështu që s'ka lidhje me ne, se ne gjithë e lexojmë 100%, por mos u përgjigj, pyetje personale. Ku je ti kur vje puna e të kalimit kohës me mjeshtrin? Ku je ti kur vje puna te kjo gjë? Shiko, a futesh te ky grupi që po e lexoj herë mas herë, e maj me ku e kam lënë të paktën. E di ku e kam lënë. Ose e dyta, e lexon të paktën një herë në javë, ose tjetra e lexon atë çdo ditë. Nuk ka rëndësi ç'a hapi je, sot do shohim disa gjëra praktike, shumë bazike, në lidhje me udhtimin, me rrugtimin e dishepullit që është koha me Perëndin bazikja, sepse duam të zbulojmë, ore, ç'a ka Perëndia për ne, sepse ai thotë, unë kam për ju shumë më shumë, jashmase më shumë. Edhe ne si dishepull e kemi ndarë mendjen, do ta zbulojmë këtë gjë, edhe hapi parë është dishepulli rri çdo ditë me mjeshtrin. Edhe janë, të lexojmë ja 2 vargje, 1 Gjonit 8:31. 1 Gjonit 8:31, atëherë Jezusi ju tha judejve që besuan në të. Kush janë ato që besuan në të? Dishepujt. Ju tha dishepujve që besuan në të. Nëse qëndroni në fjalën time, atëherë dukeni edhe do dalloni që jeni me vërtet dishepujt e mi. Si sa bukur, nëse qëndroni, nëse kaloni kohë, kjo është e dalluese. Po nga do dim ne kush janë dishepujt e Jezusit? Nga ta dim ne kush janë ato që kanë besuar te Krishti? Edhe Krishti tha, është shumë e kollajt. Shifi kush janë ato që qëndrojnë në fjalën time. Jakobit 1:25. Ndërsa ai, kjo është për ne, që do ta shikoj me vëmendje ligjin e përsosur, i cili është ligji i lirisë dhe ngulmon në të, duke mos qenë një dëgjues harraq, por një bërës i veprës. Pjesa fundit është shumë e bukur. Kush gërmon të shkrimi, kush e lexon Biblën me nge, edhe e shikon me terezi, do ketë pjesën e dytë të premtimit. Cila është pjesa e dytë të premtimit? Ai
ajo do jetë i lumtur. Ajo do jetë i bekuar, e bekuar në veprimtarinë e vet, në çdo gjë. Kjo është fantastike. Kjo është dëshira ime për veten time, për familjen time, për ju, për secilin prej jush, që të jemi të bekuar nga Perëndia, ku? Në çdo gjë që bëjmë. Në çdo gjë që bëjmë. Kështu që koha bazike koha me Perëndinë është gjëja më bazike. Është ABC. E di si është koha me Perëndinë? Është si ajër, bukë, ujë. Këto janë bazike për jetu. Tashi, po pat ne qumësh me cornflakes mirë, po pat ne i bërzoll mirë, por që janë baziket që duhet kesh këto një herë, po s'pate këto nuk jeton dot. E njëjta gjë nga ana frymore. Kjo është bazika për të qenë i gjallë frymërisht. Kështu që për shkak se është kaq bazike, do t'jap hapa sa më të cifla të vogla, të kuptueshme, që gjithë ta bëjmë këtë gjë. Sepse është shumë bazike, është shumë e nevojshme. Kështu që e para, të rrim me mjeshtrin, e para, zgjedh pjesën më të mirë të ditës. Zgjedh pjesën më të mirë. Edhe pastaj zgjedh kohën, në këtë kohë unë ulem edhe rrim me mjeshtrin. Mund të jetë, edhe nxitja ime do ishte, pastaj qëndroj asaj kohe për ditë, ati orari. Kam pyetur shumë prej jush, kur është koha më e mirë kur ju kaloni kohën me Perëndin? Kam marrë përgjigje të ndryshme, shumica kanë thënë është në mëngjes, para se dalën nga shtëpia, disa kanë thënë 20 minuta para se të filloj punë, shkoj më herët te puna, disa kanë thënë kafen e parë e pi me Perëndin. Sa e bukur kjo? Shumë e bukur kjo. Pra, nxitja ime do ishte së pari, zgjidh një kohë, 15-20 minuta çdo ditë. Unë do sugjeroj mëngjesin, para se të filloj çdo gjë tjetër, filloje kohën me Perëndin. Pse? Sepse kjo është dëshira jonë. Discepulli, hapa i parë, faza e parë, është të rri me mjeshtrin. Sepse ne kemi ndarë mendjen, çfarë do bëjmë? Perëndia ka jashmase më tepër. E dim që ai ka jashmase më tepër, edhe javës kaluar, çfarë tham? Kush e marrë nga javës kaluar? Sa herë hedhim një hap të ri, e përjetojmë Perëndin më tepër. Edhe kjo që po ju shty është, hajde hedhim një hap të ri, që ta përjetojmë atë më tepër, që zbulojmë çka ka ai jashmase, çik më tepër, më shumë për ne. Pra është përkushtim. Nëse e ke stabilizuar këtë gjë, e nëse ti je te ky 10% o sa mirë. Mos i dorë nga e koha bukur që kalon me Perëndin çdo ditë. Nëse jo, do të nxis, hajde e provojmë këtë javë. Këtë javë të gjithë bashkë, nga e hëna deri dielën. Caktojmë një kohë, 15-20 minuta çdo ditë. Vetëm për një javë provojmë. Çdo ditë kalojmë kohë me Perëndin për të zbuluar që, shiko, është të hedhim këtë hap përkushtimi për të zbuluar një çik më tepër që Perëndia ka me ne. Sepse, ja një thënie e bukur, ti nuk transformohesh nga ajo që bën për Perëndin. Shiko, Irida thot mos, Bora Kush thot mos, i largoj gjithë nga kisha këy. Por ne kemi nevojë për vullnetar, ne kemi nevojë për çuna goca që kontribojnë edhe bëjnë te kisha, sigurisht. Janë dhunti që Perëndia na i ka bërë, na i ka dhënë, edhe janë për të bërë diçka, për të lavdruar atë. Por transformimi e di ku ndodh? Nga koha që kalojmë me ta. Ndryshimi jot i brendshëm ndodh te ajo koha e vogël që ti kalon me ta. E themi e vogël sepse dita ka 96 çerkore. Edhe është 1%, sa i bie? 1,96. 1,4%. Është vetëm një copë nga ajo. Edhe është kështu që arsyeja pse gjithkohon theksojmë mëngjesin është sepse kur lexon Bibël, kështu kanë bërë këto të tjerë para nesh. Elia, Eliseu, Davidi, Mojsiu, gjithë të burrat. Kështu që le lexojmë vetëm për 2 burra. Davidi tha kështu. Kush e di përmend këtë vargun? E din vetëm ato që zgjohen mes herët. O Zot, ti në mëngjes dëgjon zërin tim. Në mëngjes do të lartoj drejt teje lutjen time edhe pres. Sa bukur. Edhe për këtë burrin, për Davidin, çfarë thuhet? Kush e di për shkrimin? Njeriu sipas zemrës së Zotit. Ky burri i ngjan shumë mjeshtrit. Pse? Ka kalu kohë mjeshtrin.
Çdo mëngjes. Çfarë thuhet për Jezusi vet? Shiko, Jezusi vet kalon te kohë me Atin. Edhe këtë vargun e sigurt që e dim gjithë. Edhe është tek Marku. Marku thotë kështu, pastaj të nesërmën në mëngjes, Jezusi vet kur ende ishte shumë errët, Jezusi u ngrit, doli, shkoi në një vend, edhe atje taj vendi u lut. Pra që nga shumë e rëndësishme koha në mëngjes. Kështu që pse në një gjë tjetër pse do shtyja për tek mëngjesi, është sepse Perëndis i pëlqen ta vendosin parin. Nëse ti e ve Perëndin parin në pikë të mëngjesit, ai e ka qef atë gjë. Madje diela në kulturën hebraike është dita e parë e javës. Ne mblidhemi kur? Të dielën. Dielën pas dite. Ne herë se po prit se do të mbledhemi nga ora 5 kur bie drita. Jo, s'ka rëndësi. Edhe në një farë forme ne mblidhemi ditën e parë të javës, edhe ç'a bën? Për t'i thënë Perëndis, ne të vendosim ty prioritetin e gjithë javës. Edhe pastaj kur ti e fillon ditën me Perëndin, po i thua Atit, nuk e di ç'a do ndodhi sot, por duke të vendos ty të parin e ditës, e duke qenë me ty gjatë gjithë ditës, unë jam gati ta pranoj çdo gjë që sjell dita, si pjesë e planit tënd që ti ke për mua. Kështu që edhe kur fillon ditën me Perëndin, çdo gjë përmirësohet. Edhe vetja sikur duket ndryshe. Edhe tjerët sikur duket ndryshe. Edhe puna dhe jeta sikur duket ndryshe. Shiko, edhe nëse e fillon ditën direkt me Instagram, me lajme, me sherre, me tensione, me aksidente, bësh me nerva në pikë mjesit. Akoma s'ke fol me asnjëri, je me nerva. Pse? Sepse është gjëja e parë që ke fut brenda. Edhe një studim thot, 30 minutat e para të ditës vendosin tonin emocional dhe kognitiv të orëve në vazhdim. Opa, 30 minutat e para vendosin tonin emocional edhe mënyrën e të menduarit të gjithë ditës se si do jetë, ndikon humorin, ndikon fokusin, ndikon performancën. Nuk është diçka magjike, është biologjike. Është biologjike dhe psikologjike gjithashtu. Për muzikantët, kur akordohet instrumenti? Para koncertit apo pas koncertit? Edhe në herë, po për ne, kur është e nevojshme të kalojmë kohë me Zotin? Kur zgjohemi mes? Apo kur mbaron koncert, kur mbaron dita, para se flem gjumë? Kur shkon, kur vesh armatinin, ti e vesh për shkon luftë. Jo shkon njërë në luftë, pasaj ndargë, ta kësha vesh njërë të armatin flia me gjithë pushkë, njërë që të thotë. Pra nai është e nevojshme kjo nxitje. Koha me Zotin të akordon ty, të pajis ty, të fuqizon ty për gjërat që do sjellë ajo ditë. Kështu që e para ishte kjo. E dyta, bëj gjërat gati që përpara. Që mos jesh mëngjes, po Biblia ime është. O gru, kush? O mami ose gruaja, kështu thritet kur hum në një gjë. O gru, kush Biblia ime? Ose o ma, kush Biblia ime? Kështu që qëndar ti e di kusht, edhe nxitja ime do ishte 3 ose 4 gjëra të duhen për kohën me Zotin. Duhet Bibla, duhet një blok, një laps. Duhet e që për pi, e got ujë, e got dhall, got lëng, got kafe, diçka që ke më përkollaj aty te frigoriferi jot. Edhe shiko, kur ti merr diçka për të shkruar, edhe mendja u bëhet gati për të marrë. Sepse jam ul, kam për të marrë një fjalë, një varg nga Perëndia. Edhe nxitja ime do ishte lexo tek e njëjta Bibël. Edhe duke lexuar tek e njëjta Bibël, e duke nënvizuar vargjet, ti e di dhe eksakt sa ta kapish Biblën. Vargu im preferuar është Gjoni kapitulli 3 vargu 16, edhe është në ekranin e majt këtu lart. Edhe kjo të ndihmon kur ti e bën kohë me Zotin gjithkohën me të njëjtën Bibël. Edhe sa mirë jemi shumë njohës Zotit që e kemi Biblën shqip. Edhe unë kam marrë Biblën e studimeve vete, dhe sa mirënjohës jemi që e kemi Biblën shqip, madje javës tjetër do kemi një studiues të Biblës, edhe është një nga studiues të pakët shqiptar të Biblës, që do e kemi të ftuar edhe presim që ai na zbuloj ca gjevahire, ca gjëra të veçanta, sepse ai dhe gruaja e tij kanë punuar 6 vjet për përkthimin edhe për punimin e Biblës shqip, po kanë rregulluar disa sinonime, disa gjëra të veçanta që do të thotë ai kur të vi bashkë me Nusen, por është shumë qef. Edhe sa mirë që kemi Biblën online,
YouVersion, kush ndihmon të YouVersion me planet e leximit, edhe e di se janë 3, 4, 5 veta që ndihmojnë për prodhuar plan e leximit dhe për prodhuar risi. Është shumë qefta që e kemi Biblën në telefon, por e di pse. Për mua është siklet kur e lexoj Biblën në telefon, sepse mund bezisim pikat e kuqe ke telefoni. Përse kur merr telefonin edhe më ka ardhur një mesazh edhe është ajo pulla kuqe, nuk ridot. Do ta hap patjetër çasha aty çasht. Ose më ka ardhur një email edhe shoh telefonin grus, email 365 email e pa hap. Unë rri javë pa gjumë, me pas 365 email e pa hap edhe me nejt pullë e kuqe aty, ose mesazhe, ose gjëra pullat kuqe gjithandej, jolla nuk ridot. Pra e nuk e kaloj dot kohën me Zotin me telefon, sepse do nizet ai pullë kuqe atje, edhe bëhem kurioz çashtaja. Kështu që nëse ti shpërqendrohesh si puna ime, do nxisja mos e bëj kohën e qetë me telefonin, por me Biblën prej letre. Edhe nëse patjetër ke qef ta bësh me telefonin, paktën bëje kështu airplane mode. Bëje off atë internetin. Edhe është dua shumë t'jo nxis, edhe di që ti që ke 10 vite në CF, apo 5, apo më shumë, ore kam gjyër këtë mesazhin në para ca vitesh, më duket e më gjyë dhe para ca muesh. E vërteta është, kjo është bazikja jonë. Kjo është bazikja jonë e përditshme. Kjo është bazikja e dishepullit, të rri me mjeshtrin, e të mos heqi dorë nga kjo gjëja, sepse kjo është hapi i parë. Ne duam të bëjmë si mjeshtri, prandaj duam ta fillojmë ditën me të që në fillim. Kështu që hapi i parë caktoje një moment të ditës, zgjidhe vetë kur do jetë, qëndroj asoj kohës, edhe pastaj në dita tjetër do ishte përgatiti gjëra që të duhen, Bibël, një blok, merr gjithkohon diçka me shkruajt. Merr gjithkohon diçka me shkruajt, sepse sa të fillosh Biblën ti me lexu, do të kujtohet një ide. Se mora motrën, se mora këtë, më duke do shkruajt e email, më duke do të bëjt, edhe ca ide që vinë kokë, janë ide të mira. Edhe për shkak se ca ide janë të mira, ka i bloku, vetëm shkruaj aty që mos hik ideja. Edhe ktheu prap përqendrohet e Bibla. Prap rri aty. Hajde shohim 3 elementet. Fokusohemi të këtë 3 elementet, çfarë do ishin 3 elementet e duhur kur ne kalojmë kohë me Zotin këto 15-20 minuta. Sepse tham s'pari, e kemi ndar mendjen, edhe e kemi ndar kohën. Do jetë ky momenti, do jetë kjo ora, 7:07:30, 6:06:30, 6:00, çe vjen. Shko. Edhe një fragment kohe. Pastaj aty çfarë do bëjmë? 3 elementet, edhe para se të them to 3 elementet, do të bëj si çuni zgjut. Sepse këto 3 elementet do t'i lidh me 3 engjëjt kryesor në Bibël. Kush janë 3 engjëjt kryesor në Bibël, edhe për çfarë njihen ato? I pari është Gabrieli. Kemi këtu Gabrielën, dhe Gabriela ka ardhur bashkë me mamin, me babin, edhe me vllajin, kështu që shok mirë se keni ardhur. E jap një dorë të kitje Gabrielës dhe prindërve të saj. Babi është nga Korça, mami është nga Suedia. Tash Gabriela se dim dhe me vllajën si e mbajnë veten kështu për shqiptar apo suedez, po është tjetër mohabet. Por Gabriel, engjëlli i parë është Gabriel. Për çfarë njihet Gabrieli? Kush e di? Është ai që sjell fjalën. Sa herë që gjen shkrim përmendën Gabrieli, është ai që të sjell, që po sjell një fjalë nga Perëndia. Shikote Luka kapitulli 1, shkonte Maria, shkonte Elisabeta dhe gjithkohën është Marisë ta ti do të ngelesh shtatzan, do të lindesh një djalë, emri i tij do jetë Jezus, edhe Jezus çfarë thotë? Shpëtimtar. Është shumë bukur. Kështu që koha me Zotin fillon në fillim me çfarë? Me fjalën e Perëndisë, me Biblën. Bibla është sulmu dhe sulmoj gjithë kohës, por duke e fillu me Biblën ne sigurohemi, pavarësisht çdo gjëje, ne do t'i vendosim rrënjët, do stabilizohemi te shkrimi. E do njohim atë si autoritet të ditës, të jetës tonë. Cila është e dyta? Engjëlli i dytë. Engjëlli i dytë do përmend Mikaelin. Për çfarë njihet Mikaelin? Mikaeli njihet për lutjen. Është engjëlli që ndërmjetëson në lutje. Te Danieli kapitulli 10, kujt i kujtohet? Kur Danieli lutej, Mikaeli ç'a bënte? Luftonte në nivele frymërore për Danielin.
edhe është nivele frymore që nuk i shikon syr. Kështu që së pari lexojmë Biblën, së dytë ti lutesh, bisedon, hap zemrën me Perëndin, edhe së treti, kush është engjëlli i tretë që përmenden në Bibël, që ka lidhje me muzikën? Është Luciferi quhen në fillim, edhe ishte ai që drejtonte gjithë korin e muzikës, gjithë adhurimin e bukur në qiell dhe ishte përgjegjës për këtë gjë, por tek Ezekieli thuhet ai u bë krenar, rebeloi ndaj Perëndis, Perëndia e largoi nga prania e tij, edhe tash nuk quhet më Lucifer, quhet Satana, edhe bashkë me të shkuan 1/3 e engjëve. Tash jam kurioz, kush e ka zëvendësu? E sigur ai që e ka zëvendësu është çuni urt. Sepse është akoma aty. Çun, engjët kanë gjini engjët. Është engjëlli i përulur. Është engjëlli i përulur sepse vazhdon të drejtoj adhurimin edhe të qëndroj i përulur. Shiko, këto të treja përbëjnë elementet e gjërave që ndodhin në qiell. Është fjala, është lutja, është adhurimi. Këto të treja gjithashtu janë elementet e kohës tonë së bashku. Është fjala, është lutja, është adhurimi. Sigurohu që edhe në kohën tënde me Perëndin, ti ke përfshi këto treja. Që është fjala, që është lutja, që është adhurimi. Ja ta bëjmë çik më praktik, më meze fare. Aja, fillo duke kërkuar Perëndis që të flas. Merre Biblën edhe lutë, thuaj Zot, po filloj leximin e shkrimit e do të pyes, a ke diçka për mua? Atë në emrin e Jezus, para se ta filloj leximin, a ke diçka specifike për mua? Edhe kur e lexon, Perëndia do të flas me një varg, edhe ai vargu do duket sikur është më i dukshëm se sa gjithë vargjet e tjera. Edhe me atë vargun medito, edhe pyet e veten, çfarë nënkupton për mua? Edhe gjithë kohës mendon për atë vargun. Edhe sigurisht nëse ti do ta lexosh Biblën online, ne kemi punuar 3 muaj, 4 muaj vitin e shkuar që mund të kemi planin e leximit të Biblës online, edhe shumë i kollajt për t'i gjetur, madje është edhe në rend kohor. Kush e ka lexuar sot? Sot ishte tek Samuelit, po në rend kohor te Samuelit ishte vendosur Psalmi 18. Sepse ajo historia që po ndodh aty me Samuelin ka lidhje direkt me Psalmin 18, kur ai ka shkruar këtë psalm ku ka ndodhur kjo histori. Për aq quhet plani kronologjik i Biblës, sepse radhiten historitë në rend kohor. Është shumë i bukur, është shumë i veçantë. Kështu që nëse e ke lënë pas dore, rifilloje, nëse nuk e ke filloje. Edhe dyta është, masi ke lexuar shkrimin, ke marrë një varg, ke marrë një fjalë, kalo të ke dyta që është fol me Perëndin me anë lutjes. Edhe thuaj ati ç'a ke në zemër, thuaj ati ku ke nevojë për ndihmë. Në fillim Perëndia të flet ty, tani ti flet Perëndis. Edhe shpjegimi më i kollajt për këtë është, si shpjegohet lutja, bisedë me Perëndin. Nuk është diçka që duhet me zgjedh fjalët, sepse nuk mund ta impresionosh Zotin. Zoti të njeh. Zoti të njeh. A mund të vi, unë madhe kemi 2 çuna, edhe të vi një nga çunat e të mësoj të marrë një fjalim nga çati, kështu të kuruar me fjalë bukura për të na prish mendjen mua dhe atës. A ka qasa? Jo, sepse ne e njohim. I njohim çunat tonë dhe morë thuaj Allah troç, ç'a do? Edhe njëjta gjë në bisedën tonë me Perëndin, ai do fjalë zemre që ne ja themi atit. Edhe shiko, dikush tha, po unë nuk di si lutem. Ai thash, a di me fol? Nëse di me fol, ti di mu lut? Pse? Sepse lutja është bisedë me Perëndin. Është kaq i thjeshtë, i thua atë që ndjen, ato që të rëndojnë, ato që të gëzojnë, ato që kërkon, që ai të bëj. Pastaj e treta ishte fjala, ishte lutja, ishte adhurimi. Edhe nuk e di, të kjo pjesa, dëgjoj një këngë adhurimi. Sigurisht që ke këngë të ICF-s, ke këngë YouTube pa fund, apo ke playlistin tënd të preferuar, por duket sikur kur dëgjon një këngë adhurimi në fund sikur e mbyll, sikur e paketon bukur gjithë atë kohën. Unë po e shpjegoj me detaje, e duke sikur sa i gjatë i bjet me, ty do desh gjysore me shpjegu, i bje që ne do të rrim 2 orë.
Në fakt nuk është ashtu, po mundojmë të motivoj e ta fusish këtë në rutinën tënde të përditshme që në pikë mëngjesit, por nuk është kohë, nuk duhet të jetë kohë shumë e gjatë. Qa na pengon neve, nëse nuk është kohë shumë e gjatë, nëse është kaq gjë e bukur, qa na pengon? Edhe unë do them të pjesa e fundit, të pjesa e katërt, bëu gati për këto pengesat e zakonshme. Sepse janë gjëra që gjithë i dim, her pas herë lejmë pas dore. Kemi nevojë për të kujtuar prap, e fillojmë prap. Edhe po gjetë çfarë? Në shtator, në tetor, cila do jetë një nga gjërat që do të them dielën? Do të kujtoj prap. Do të kujtoj prap njëjtat gjëra sepse është kaq e nevojshme. Është kaq e nevojshme për dishebullin të rri me mjeshtrin, e të mos heqi dorë nga kjo gjë. Kështu që bëu gati për pengesat e zakonshme që mund të dalin. Ai thotë, po pse unë po kaloj kohë me Zotin, pse duhet dalin pengesa? E di pse duhet dalin pengesa, sepse i ligu e urren këtë gjë. I ligu do bëj me çmos, si që ti mos kalosh kohë me Perëndin. Sepse ai e di se sa i fort, edhe i fuqishëm, edhe i fokusuar je ti nëse kalo kohë me Perëndin. Edhe për shkak se di këtë gjë, do mundohet të shpërqendroj. Cila është e para? E para është pengesa e parë është mungesa e disiplinës. Është mendja, është shpërndar. Shiko, është gëzim kalosh kohë me Perëndin, edhe është shumë qef, po di që s'ke qef. Po ditë që nuk të bëhet. Edhe nxitja ime do jetë, shiko, nuk është kohë për të kaluar kur ke qef. Nuk është kohë vetëm sot s'mbohet me kalu kohë me Zotin. Duhet të jetë disiplinë të vjen apo s'të vjen, është si puna mjeshtrit. Nëse ai e ka ndamenin dishepulli për ta ndjek mjeshtrin, nuk është s'po vi sot punën mjeshtër se ashtu s'po vi. Është ora ti e ke ndamenin ti është dishepulli im, thot mjeshtri apo jo? Nëse po, atëherë të dua çdo ditë duke bërë këtë gjë. Edhe njëjta gjë me ne. Është mos hiq dorë, e ndjen apo s'e ndjen nga ajo koha që ti ke ndarë me vete për të kaluar me Perëndin. Cila është pengesa e dytë? Shumë shpërqendrime ose nuk janë vërë gjërat në prioritet. Shiko, kjo mund të jetë arsyeja pse nuk kalon kohë me Perëndin. Ti si e robi keq, ti e si shpirt, thjesht shpërqendrosh kollaj. Thjesht hutohet mendja. Thjesht ka 100 gjëra të tjera. Edhe unë ta thash shpërqendrimin tim që janë ato pullat e kuqe ke telefoni, edhe cili është shpërqendrimi jot. Pengesa e tretë mund të jetë kjo. Mund të jetë kohë thatësire. Na njëherë koha thatësirës është edhe test. Për test besnikërie. Qa do thot test besnikërie? A do vazhdosh ti besosh Zotit në ditë mira dhe në ditë vështira? Sepse her pas here, edhe kur shikon Bibël, Elian, Danielin, apo të gjithë tjerët, kam pas kohë të tilla, por është, shiko, e di ku dallohet koha thatësirës, kur ti vjen në kish, edhe nuk shijojnë më këngë të adhurimit. Mbaroj kënga, filloj kënga, nuk fare. Ose nuk vjen më në kish me gëzim duke sikur i tha, duke sikur të shkriju një lloj boshllëku, edhe prap do kthehesh atë kjo, mos e vlerëso kohën me Zotin në bazë të ndjesisë tënde. Ndjen apo nuk ndjen, mos hiq dorë, qëndroj disiplinuar me të njëjtën ritëm, jo çdo ditë në filan orë deri në filan orë, unë kaloj kohë me Perëndin. Se thash, thatësira mund të jetë test besnikërie, ato të qëndrosh besnik Zotit në çdo kohë, mund të jetë edhe mëkat që ke bërë, edhe akoma si ke kërku falje Perëndis dhe ke ti peshën e fajit, ndërkohë që duhet t'ia rrëfeje, do t'ikte te Perëndia peshë e fajit. Tjetra mund të jetë që nuk është fare shpirtërore. Thjesht je i lodh. Thjesht je pa gjumë. Ose thjesht si e mirë fizikisht. Shiko, nëse je në kohë të tilla, kërkoj dikujt që të lutet për ty. Po kaloj një si kohë thatësire, a të lutesh për mua. Po i thoj Arimit para ca kohësh, po kaloj, shiko, nuk është se kam bënë gjë të keqe, po se ç'ndjem mbush. Nuk është edhe menoj, ore mos nuk kam rrëfy diçka, mos kam bënë e gabim, mos kam ofenduar, edhe po mendoj, nuk kisha asgjë. Edhe thash, shiko, nuk mendoj që kam bëu diçka që mund të ketë lëndu dikë apo Perëndin, por ndjem bosh. A do lutesh për mua? Edhe bëj të njëjtën gjë nëse ndihesh në këtë pikë. Edhe pjesa e fundit e katërta,
Pengesa e fundit, jo pjesa e fundit, pengesa e fundit është heq dorë kollaj. Shiko, ne si njerëz heqim dorë kollaj, se në fillim na motivon gjëja, sidomos në fillim në janar, që du më bëjmë palestër, se do bëjmë fit këtë vit. Do bëjmë kaq kile, do bëjmë këtë, do bëjmë namin e zi. Edhe fillojmë me 1 ose s'ka marru baklavaj, as me 2, me 3 fillojmë palestrën. Edhe po e gjete kur në lëm palestra? Mas jave. Mas 2 javësh, edhe nuk është puna me kohën me Zotin, ne këtë punë kemi me përkushtimet në shumë gjëra. Do bëj këtë, do bëj atë. Heqim dorë kollaj, edhe ritmi i përditshëm ka nevojë me qenë i përditshëm për çdo gjë. Edhe aq më shumë me kohën me Zotin. Ja ta byll me këtë historinë e bukur me 2 motrat që takon Jezusin në Betani. Kush e di historinë e Martës dhe Marisë? Shpesh na herë me shpërqendrimet tona dhe me gjërat që udhtohemi, ngjajmë si Marta. Edhe Krishti tha, kjo Maria ka zgjedh gjën më të mirë, më të nevojshme. Ata shohim Luka kapitulli 10, vargje 38-39, ndodhi që ndërsa ata po udhtonin, Jezusi hyri në një fshat që ishte Betania, dhe një grua që e kishte emrin Marta e priti në shtëpinë e vet, edhe kishte një motër që quhej Maria. Maria ul të këmbët e Jezusit dhe dëgjonte. Dishepulli ul të këmbët e mjeshtrit. Edhe dishepulli po merrte edhe po dëgjonte nga mjeshtri. Luka vargu 40 thot, por Marta që ishte krejt e zënë nga punët e shumta, me vrapte duke qëru patate, me vrapte vuri pilafin zjarr, me vrap shkoi kapi një pul te koteci, theri pulën, edhe vuri këtej fasulet, e duke u hallakat me gjithë të punët e shtëpisë, krejt e zënë nga punët e shumta. Ju afroi Jezusi dhe i tha, Zot, ora, nuk të intereson ty, që unë po lodhem, unë bora copash, kam dhe jenit pala, edhe ime motër më la vetëm të shërbej, i thua e pra të ndihmoj. Marta ishe shumë e zanë, krejt e shpërqendruar nga punët e shumta, ndoshta ti ngjan me Martën. Ti je si shpirt, ti nuk je rob i keq, por ti je i zanë me gjëra, je shumë i shpërnda. Je shumë i hallakat, je duke marrë me këtë, duke marrë me 100 gjëra, edhe vetëm të mendosh që do ulem të kaloj kohë me Zotin, jo, s'kam kohë me kalu me kohë me Zotin. Edhe vargu 21-22, nëse ti thua nuk kam kohë që të kaloj kohë, Jezusi duke përgjigjur i tha, i dashurit Cefist, e dashur Martë, ti po shqetësohesh dhe kujdesesh për shumë gjëra, për vetëm një gjë është e nevojshme. Dhe Maria zgjodhi pjesën më të mirë që asaj nuk do të hiqet. Duket e padrejtë, Duket e padrejtë. Në ana njerëzore, në ana hynore, ajo po bënte gjën më të mirë edhe nuk do të hiqet. Pse? Sepse ne nuk ndryshojmë, nuk i ngjajmë mjeshtrit duke bërë gjëra për mjeshtrin. Ne ndryshojmë si? Duke ndejt me mjeshtrin. Duke fillu ditën, duke nejt me të, e duke fillu duke marrë hijen e ti, e duke kalu këtë lloj kohe. Kështu që, shiko, najherë i ligu, dhe kam shkruajtur këtë këtu, nëse i ligu nuk të ndalon me gjëra të këqija, sepse kur të rritesh në Zotin, edhe i ligu të tundon të bësh mëkat ose jo të dallon mëkatin, edhe normalisht s'bën mëkat, se bëmbuj që kjo është e keqe, edhe thyn zemrën e Zotit, atëherë nëse nuk të ndalon me gjëra të këqija, i ligu do të marrë të zënë me gjëra të mira. Pse? Që të humbasim më të mirën. Që të humbasim ato që është më nevojshme. Por, ne që jemi të Krishtit, kemi mendjen e Krishtit. Edhe ne duam të zbulojmë. Perëndia ka jashtëmase më tepër për ne. Edhe ne duam ta zbulojmë këtë gjë. Si do ta zbulojmë? Sa herë që hedhim një hap të ri, e përitojmë Perëndin akoma më tepër. Kështu që, për ta mbyll, kush është gati? Dua dishepuj për vërtet, ja? Si tha Jezusi, ato që janë dishepuj të vërtet, kuptohen nga nëse qëndrojnë në fjalën. Kështu që këtë javë, po sikur këtë javë, vetëm javë,
7 ditë, së bodame. Hajde për 7 ditë, bëjmë këtë lloj përkushtimi. 15 minuta në ditë, i njëjti vend, i njëjti orar. E para, e qetë orën, kur do jetë 15 minutë? Kërkoj qik, dhe të mëgjes, para se ti kishtë, dhe të ndrek të pushimin drekës, dhe të mastite, unë do të shtyja për mëgjesin, për ju dini kur është koha më e mirë. I njëjti vend. Ku është njëjti vend? Këtë cepi divanit, cepi joti preferuar, te goltuku, te balkoni, ku është vendi joti preferuar? I njëjti orar. Hajde lutemi. Ti jemi njohës, o Zotë, që në mbledh bashkë në ditën e parë të javës. Dhe në ditën e parë të javës, në këtë serinë e dishepujt, ne kujtojmë vetes sa rëndësishme është që të rrim me ty. Sot faleminderit që na e ke shtruar rrugën e ne thjesht po të ndjekim ty. Sot lutem shumë që do heqësh çdo lloj shpërqendrimi, çdo lloj gjëje, çdo lloj hutimi nga secili prej nesh. Dhe do të dëshirojmë fort këtë gjë. Ashtu si që jemi me kokë ullur, mos e ngre kokën lart, kush është gati për këtë lloj përkushtimi? 7 ditë, nga hana deri dielën tjetër, 15 minuta kohë me mjeshtrin, tek njëjti vend, në të njëjtën orë. Nëse ti je gati, do të lutemi bashkë për këtë lloj përkushtimi, por me kokë ullur si që jemi, a do ngresh vetëm dorën. Ju tjetë mos e ngreni kokën, vetëm unë pa e shoh. Kush është gati? Ne shoh. Hajde lutemi. Zot, ja ku jemi, e kemi dëshirën. Edhe e themi para teje, dua të rrim me ty. A do të na ndihmosh? Fryme shejt, na fuqizo edhe na kujto. Duke filluar që nesër. Edhe jo thjesht me kalu kohë, a do na zbulosh gjëra të bukura, fjalë, vargje, premtime, drejtim për jetën tonë. Jemi gjithë pritje atë. Për atë që do fillojmë që nesër, edhe deri në fund të javës, edhe ajo që do ndodhi dhe presim, do jemi një çik më afër teje. Do jemi një çik më shumë si ty. Zot, faleminderit. Ne e marrim me gjithmend premtimin tënd që ke thënë, ti mund bësh jashtëmase. E kemi marrë me gjithmend. Prandaj po hedhem një hap përkushtimi, sepse duam të zbulojmë çdo gjë që ti ke për ne. Në emrin Jezus, atë na zbulo. Gjëra që ti ke për ne, fjalë, drejtim, inkurajim, gjëra që ti ke për secilin prej nesh. Jemi shumë njohës, Jezus. Lutemi, besojmë edhe presim në emrin që është përmbi çdo emër, në emrin Jezus. Amen. Amen.